edhe janë kategorik që mos kemi marrëveshje me këtë mendësi politike që e karakterizon sot Kosovën. Do thoni se elektorati juaj është kundër një marrëveshje me lëvizjen vetëvendosja. Kundër një marrëveshje me mendësi politike. Sepse vetëvendosja ka thënë të kundërt. Ka thënë se elektorati i LDK-s do që të ketë një Shiqani, vetëvendosja janë parti populiste. Edhe kjo parti populiste, Kosova hajrin populizmit nuk ja ka po ja ka po punëve reale në teren. Do më thënë, sot unë kujtoj, për sa po flasim, çështjet duhet të jenë shumë bazike, problemet janë teknike. Unë vetë kam qenë drejtër investimeve kapitale në Prishtinë. Prej një takime me zotin Kurti jam shoku kur një kryeministër i vendit e bllokon unazën e kryeqytetit. Unazën e kryeqytetit, e cila i bën zgjidhje krejt komunikacionit Prishtinës. Edhe a din çka na ka thënë në takim? Ka thënë që ata që më kanë pru mu në këtë karrik, janë shumë të lënduar për humbje në Prishtinë edhe unë nuk bin dash me vullnetin e tyre. Kush je ti që nuk bjen në vullnetin e tyre të qytetarëve të Prishtinës, cilët unaza e kryeqytetit i ka pas 82 milion 82 milion i ka pas donacion prej kredisë aprovuar nga 220 milion. Dhe këto 82 milion kanë qenë fol nga populli evropian për qytetarët e Prishtinës, edhe një kryeministër i tillë e bllokon unazën për mu si drejtor investimeve kapitale. Si njeri i terrenit që e don zhvillimin e vendit, për mu ka qenë shok. Shok kur një kryeministër mendon politikisht në ulsin e kryeministrit. Personalisht, kam qenë drejtor ku kanë qenë 60 inxhinier në drejtorinë e investimeve kapitale. Për dy prej tyre, realisht, po flas në aspektin personal, nuk i kam fol 10 vjet. Por, kur jam ullë në zyrën e drejtorit, nuk ka hatërmbetje në ekip. Nuk ka hatërmbetje në njerëz që te ke pas rrugës fërkime. Aty ti përfaqëson institucionin, nuk përfaqëson vetveten. Dhe në këtë kontekst, unë nuk pajtohem me mendësinë politike cilën e ka karakterizu lëvizjen vetëvendosje këto 5 vjet, sepse e ka blloku Prishtinën në unazën e vet, e ka blloku Prishtinën në buxhetin e saj, e ki një kandidat i cili, kjo është faktur, është faktur cilën po e përjetojmë ne qytetarët e Prishtinë funditës, ne jemi qytetarë. Sot kam një rol të deputetit, nesër mos kem as një rol, po jam qytetar i cili du zhvillimin e vendit. Nuk du pengesa cilat sot një pozicion politik mundet me i dhonë një drejtori atje i cili e don zhvillimin e vendit, por ka një kryeministër i cili ka hatërmbetje me popullin i cili nuk ja ka dhonë para 4 vjetëve për krajen e vetë. Sepse këto hatërmbetjet mes partive politike... Nuk janë hatërmbetje mes partive, më falë. Janë hatërmbetje në logjikën. Me njëri tjetrin kanë përmendur të gjitha ato se çfarë i kanë pasur në të kaluarën. Megjithatë, sot kur kemi dhe lëvizja vetëvendosje, pastaj me të drejtë dhe thotë se ka pasur ftesa për LDK-n të cilat nuk janë pranuar, në anën tjetër PDK-ja edhe pa u bërë një ftesë ka thënë se nuk bëjmë marrëveshje. Pas kësaj ka pasur zëra se Lidhja Demokratike e Kosovës mund të ketë një marrëveshje të fshehtë me PDK-n, duke qenë se të dyja partit kategorikisht kanë qenë kundër një marrëveshje me Kurtin. Jo, LDK-ja absolutisht jo. LDK-ja që nga ditët e para ka qenë konsistente në qëndrimin e vetë, as nuk e ka prit se që ka me thonë kjo apo ajo, ne kemi prit që të partit të tjera politike dhe Partia Demokratike, ne nuk kemi pas ftesë drejtum Partisë Demokratike nga zoti Kurti, edhe kemi prit që ne jemi opozit, jemi përcaktuar për opozit. Vendosja thotë se LDK-ja ka problem të vendos pa PDK-n. Absolutisht, kjo logjik cilën e përmend vetëvendosja hudhet poshtë, sepse kur kemi folë ne për një qeveri të përbashkët, kemi thënë
që lider politik të jenë onash, skena politike të qetësohet, të miremi me problemet e brendshme, sepse kemi shumë problemet brendshme në këtë vend, t'i zgjidhim një vjetë këto probleme, ne pastaj hymë në zgjedhje, edhe koalicionet do të ishin shumë më të natyrshme pastaj në zgjedhjet e tjera. Nëse shohim në frymën cilën e karakterizon lëvizjen vetëvendosje, kryesia zakonisht shumica e njerëzve që kanë dalë nga Partia Demokratike janë në lëvizjen vetëvendosje dhe mendësia apo frymat të cilën e karakterizon apo themelimin e lëvizjes vetëvendosje janë frymat të Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk janë frymat të lidhjes